India e sulmoi mbrëm Pakistanin. Sulmet ajrore u kryen në disa vende dhe shkaktuan 31 viktima, ndërsa 46 të tjerë u plagosën. Ky përshkallëzim midis dy fuqive bërthamore vjen pas sulmit të 22 prillit në Pahalgam, në pjesën administruar nga India të Kashmirit, në të cilin u vran 26 persona. India akuzoi Pakistanin për sulmin, ndërsa Pakistani mohoi çdo përfshirje në këtë vrasje. Pakistan has a right to respond. Pakistan will respond. As I've said before, we had an apprehension that India will attack. Pakistan has never struck first, but we have the right to self-defense. Megjithatë, ky nuk është konflikti i parë midis Indisë dhe Pakistanit. Për ta kuptuar se çfarë fshihet pas kësaj historie, duhet të kthehemi shumë larg në të kaluarën, me referencë të veçantë te Kashmiri. Në gusht të vitit 1947, Britania e Madhe u largua nga India pas më shumë se 300 vitesh. Pastaj u krijuan India dhe Pakistani. 2 muaj pas ndarjes së përgjithshme të Indisë dhe Pakistanit në vitin 1947, Kashmiri mbeti i pavarur. Ishte një rajon mysliman i sunduar nga një sundimtar hindu, Maharaja Hari Singh, por vendimi i tij për të mos mbajtur anë ishte jetë shkurtër. Në tetor të vitit 1947, Maharajai i Kashmirit urdhëroi konfiskimin e armëve nga myslimanët, të cilët më pas i u dhanë milicëve hindu. Kjo shkaktoi rebelim dhe hyrjen e luftëtarëve pashtun nga Pakistani. Në kaosin që pasoi, Maharajai kërkoi ndihmë nga India, e cila pranoi të ndërhynte vetëm pasi Kashmiri i u bashkua zyrtarisht Indisë. Kjo shkaktoi fillimin e luftës së parë midis Indisë dhe Pakistanit. Kryeministri indian Nehru premtoi një referendum në atë kohë, por ai nuk u zhvillua kurrë. Në vitin 1949 u arrit një armpushim dhe Kashmiri u nda me vijën e demarkacionit që u bë kufiri de facto. India dhe Pakistani më pas zhvilluan 3 luftëra të tjera për Kashmirin, i cili sot është një nga zonat më të militarizuara në botë. Shkeljet e të drejtave të njerëzit janë regjistruar në pjesën indiane, ndërsa pjesa pakistaneze vua nga kufizimi i lirive. Deri më tani, midis 50.000 dhe 100.000 njerëz kanë vdekur në konflikt. Tensione shtesë u shkaktuan nga vendimi i Indisë në vitin 2019 për ta revokuar autonominë e Kashmirit, gjë që ngriti frikën e ndryshimeve demografike dhe marginalizimit të shumicës muslimane të rajonit.